Një tjetër moment që është bërë viral nga bordi kapsulës Orion është biseda telefonike që presidenti Trump bëri me 4 astronautët Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen. Ky moment u bë viral, po jo për ato që u thanë. Ajo që i bëri njerëzit të qeshnin ishte sikleti në fytyrat e astronautëve, teksa prisnin që presidentit më në fund u lindë radhë për të folur. You've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be proud of lately, but there's nothing like what you're doing, circling around the moon for the first time in more than a half a century and breaking the all-time record for the farthest distance from planet Earth. Të hënën e kësaj jave, Jeremy Hansen, astronauti kanadez në bordin e Artemis 2, telefonoi qendrën e kontrollit për t'i njoftuar se ekipi dëshironte ta nderonte misionin e tyre duke emëruar 2 kratere të hënës. Njëri prej tyre u pagëzua me emrin e bashkëshortes së ndjerë të komandantit të misionit Artemis 2, Reed Wiseman, Carol Wiseman, e cila humbi jetën nga kanceri në vitin 2020. Një moment lotësh ky që po ashtu mori goxha vëmendje në rrjet. And the second one, and especially meaningful for this crew, is a number of years ago we started this journey in our close-knit astronaut family, and we lost a loved one. And there's a feature in a really neat place on the moon, and it is on the near side, far side boundary. In fact, it's just on the near side of that boundary, and so at certain times of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko, and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol, and you spell that C-A-R-R-O-L-L. Dhe kur flasim për viralitet, nuk mund të mungonte një 6-7 në hapësirë. Piloti i misionit u kap mat duke bërë gjestin e famshëm të kthyer viral nga gjenerata Alpha dhe ajo Z. Dhe komentet në kanalin e NASA-s në YouTube ishin një çmendurim më vete. And that they also seem to be different texturally. Christina described it earlier. Is more on the 6-7, and that they also seem to be different texturally. Christina described it earlier. E kur flasim për interaktivitetin, mund të themi që në këtë mision kemi dhënë edhe kontributin ton. Ata që menaxhojnë faqen zyrtare të NASA-s në Facebook morën mundimin që t'i kthejnë përgjigje një shqiptari të Kosovës që akuzonte agjencinë për përdorim të inteligjencës artificiale në fotot e postuara në akauntet e saj në mediat sociale. Ku janë yjet, pyeste Nexhi Krasniqi. NASA u kujdes të shpjegonte se yjet ishin zbehur nga shkëlqimi i hënës. Kamerat mund të kapin vetëm një diapazon të caktuar të pjesëve të ndriçuara dhe atyre në rrethirë të një skene, shtonte më tej NASA në shpjegimin e saj. Por, Nexhi Krasniqi nuk është i pari që dyshon në autenticitetin e fotove të NASA-s apo dhe vetë misionit në tërësi. Kjo pasi teoritë konspirative rreth misioneve Apollo kanë kohë që ekzistojnë. Nuk janë të paktë ata që besojnë që njerëzit nuk kanë shkelur kurrë në hënë dhe pretendimet mund t'i mbrojnë edhe me argumente nëse ke kohë t'i dëgjosh. Në rastin e Artemis 2 ka pasur postime të shumta kryesisht në X apo në TikTok që flasin për një mision të sajuar
të cilat kanë shkaktuar edhe një valë videosh jo autentike të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. Sipas disave në internet, misioni NASA-s është filmuar me atë ekranin e famshëm jeshil, por rezulton se vetë fotoja me ekranin jeshil që qarkulloj në mas ishte e sajuar me inteligjencë artificiale. Dhe një tjetër video që furnizoi aspiratat e rrjetit për një mision të sajuar hapësinor drejt hënës, ishte ajo e një interviste të bërë live nga rrjeti CNN. Personazhi në këtë rast ishte Rise, maskota e misionit e cila pluskon në kapsulën Orion, i cili duket se bënte glitch me tekstin e shfaqur në ekran. Gjithsesi, në videon live të CNN, ata që merren me kontrollin e fakteve vënë re se nuk ishte asnjë gjë të pazakontë, veç një problemi të grafikave, pra një problemi të vetë televizionit. Pamjet e sjella nga Artemis 2 mund të themi se kanë shqetësuar disi edhe ata që besojnë se toka është e sheshtë.